Dekës, unë besoj që nuk do të ketë marrëveshje. Albin Kurti nuk do të jetë në gjendje ta bëjë një kompromis të tillë. Ne do t'i referohemi edhe kronologjisë së ngjarjeve të mëhershme. Me një pozicion të tillë, i vetmi kompromis mund të jetë një president mbi partijak që do të propozohen nga LDK-ja, por që do të ishte i pranueshëm edhe nga lëvizja vetëvendosje. Përndryshe nëse do të vazhdojmë të kemi këto qëndrime deri në fund, atëherë nuk pres që do të ketë marrëveshje mes VV-s dhe LDK-s. Ndërkaq, edhe Partia Demokratike patëm një koment të parë, po i komentojmë shpejt këto deklarimet e para të ditës së sotme që na erdhën, ishte Betri Hamza, kryetari i PDK-s, që tha nuk ka pasur ndonjë takim, nuk kemi pasur ndonjë lloj ftesë përveç asaj të mëhershme, nuk kemi as ndonjë qëndrim ka shi një presidenti konsensual, pra duket që janë inferior mbi këto zhvillimet e mundshme, ja kanë lënë pak a shumë nduar LDK-s dhe VV-s. Është e vërtetë që takimin e parë që ishte mes zotrit Hamza dhe Kurti, kryetari i PDK-s para takimit kishte shprehë gatishmërinë për më bë pjesë e proceseve dhe pjesën e marrëveshjes eventuale me lëvizjen vetëvendosje, por gjatë takimit ka vëtur që nuk ka një seriozitet nga zotri Kurti dhe është përcaktuar që PDK-ja do të mbetet në opozitë dhe të njëjtën kohë në mënyrë shumë korrekte ju ka dëshiruar suksese subjekteve tjera politike në themelimin e institucioneve. Saktësisht ka deklaruar që në Kuvendin e Kosovës përveç 22 deputetëve të PDK-s janë edhe 98 deputetë të tjerë, të cilët mund ta krijojnë edhe kurumin për zgjedhjen e presidentit, po edhe për themelimin e institucioneve në përgjithësi. Besoj që është e qartë, deri me tani çka dihet është pozicioni i PDK-s dhe i aleancës. LDK me çdo kusht po insiston që të ketë themelim të institucioneve, por gjithmonë në emër të asaj që të krijohet një balans demokratik në institucionet kryesore, kur themi institucionet kryesore, në institucionin e presidentit dhe të njëjtën kohë të qeverisë. Por para se më shkutash te presidenti, sot e kemi Kuvendin. Çka mund të pritet sot? A mund të zgjidhen emrat e kryetarëve, nënkretarëve në këtë situatë ku nuk kemi marrëveshje politike? Po, besoj që nuk ka asnjë problem. Duket që kemi vetëm Berishën nga komunitetet, nëse mund të shkojmë drejt për drejt edhe më pas e komentojmë. Sigurisht jam për me... Po. Absolutisht, s'kam asnjë pengesë me askën. Ishte i shkurtë, nuk arritëm ta kuptojmë. Pra, a mund të arrihen të zgjedhen emri kryeparlamentarit dhe nënkretarëve sot në këtë situatë ku nuk kemi pajtim politik të një marrëveshje gjithëpërfshirë? Besoj që nuk ka asnjë pengesë, përderisa që vetëvendosja e ka shumicën, mund ta zgjedhë kryetarin e Kuvendit, dhe kaq partitë tjera nuk kanë asnjë arsye mos të propozojnë emrat e tyre për nënkretar të Kuvendit. Ajo që do duhet mendoj sot është që të konstatuohet Kuvendi i Kosovës dhe mandati vazhdohet tutje. Por ky kryetar i ri i parlamentit, kushdo që është, a mund të jetë i sigurt që ta mbajë atë detyrë apo do të futet përsëri emri i tij ose pozita e tij ose e saj në diskutimet e më të tjeshme të një marrëveshje të mundshme mes palëve? Por nëse do të kishte një kompromis në të ardhmen nga LDK-ja, që do të ishte dorë nga pozita e presidentit, atëherë me siguri do të takojë kryetari i Kuvendit. E kemi një situatë të tillë në vitin 2020, atëherë kur diferenca mes LDK-s dhe VV-s ishte shumë e vogël, ma pak se 2%, dhe fillimisht pa marrëveshje politike, ishte zgjedhur kryetari i Kuvendit Glauko Njuca, mandej në bazë të marrëveshjes politike, kishte hap dorëheqje Glauko Njuca dhe ishte emëru zonja Gjosa Osmani. Në realitet nëse i referohemi kësaj periudhe, në atë kohë kur forcat pothuajse ishin të barabarta, dallimi ishte një mandat mes vetëvendosjes dhe LDK-s, megjithatë vetëvendosja dhe Albin Kurti nuk ishte pranuar që pozita e presidentit të jetë pjesë e marrëveshjes. Paramendoni tash në një situatë krejtësisht tjetër, nuk pres që zotri Kurti do të ketë kompromis me LDK-n veçmas që presidenti të jetë një emër i respektueshëm nga LDK-ja. Por sa do të pajtohet LDK-ja që ta marrë pozitën e kryetarit të Kuvendit ose ta rivendos edhe njerëz zonin Osmani në atë pozitë? Do shta një skenar i ngjajshëm me 2020-ën që e përmende. Problemi është që tani me LDK është në situatë jashtëzakonisht pafavorshme, duke pasur parasysh edhe mungesën e mirëbesimit të bashkëpunimit me lëvizjen e vetëvendosje. Ne e dimë që koalicioni i tyre i parë ka zgjatur jo më shumë se 50 ditë, ndërkaq deklaratat e mëdhenshme të zotrit Kurti para disa muajve kanë qenë që me LDK-n tash nuk na zgjat koalicioni as 5 orë të vetme. Në këtë rast i vetmi mirëbesim dhe i vetmja garancë për LDK-n do të ishte pozita e presidentit. Që bie kryetari i Kuvendit nuk u siguron
garanci që do të vazhdojnë menaxhimin e përbashkët ose bashkëpunimin e përbashkët? Jo, absolutisht. Shumë jo relevant. Në një mosmarrëveshje mund të shkarkohet kryetari i Kuvendit dhe të emërohet një përfaqësuese vetëvendosjes dhe mund të largohet në mënyrë të turshme edhe LDK-ja nga pozitat qeveritare. Kështu e vetmja garanci, jo vetëm për LDK-n, po për secilën parti opozitare, mbetet pozita e presidentit. Eventualisht edhe nëse ka po themi mos pajtime, atëherë mbetet pozita e presidentit si balancuese demokratike në vendin tonë. Por Lidhja Demokratike të paktën nuk marrit me pa nga ndonjëri nga akterët që kanë përmendur këtë idenë e garancisë së qëndrimit në pushtet, por janë duke kërkuar balancë demokratike. Edhe balancë demokratike edhe Hikmeti Bajrami gjatë ditës së jashtme, edhe Jehun Alushaku si deputet të LDK-s, e thanë që garanca kjo balanci demokratik arrihet me pozitën e presidentit. Sakt. Ne gjithë veshjim dëshmitar që Kurti ka numrat pa tri partit opozitare që kanë qenë me tani, pa LDK-n, pa PDK-n dhe pa Aleancën, dhe tani me nuk është i nevojshëm numri shtesë deputetëve. Kështu që pozita e presidentit mbetet esenciale në arritjen e marrëveshje mes forcave politike në Kosovë. Ndërkohë e kemi tani edhe pamje të parë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje një herësh kryeministit në detyrë zotit Albin Kurti që ka zënë vendin e tij në ulsen e deputetit, i shoqëruar ato edhe nga Glauk Konjufca dhe anëtarë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje, pra kështu ngadal janë duke e zënë vendin. Është edhe Albulena Agjiu, ushtruesja e detyrës së presidentit aktual të vendit dhe ish kryetarja e legjislaturës së 10 të Kuvendit të Kosovës, që pra kanë zënë vendin anëtarët e lëvizjes vetëvendosje. Duket që nuk ka pasur një diskutim në këto çastet e fundit mes këtyre akterëve që po përflitet. Pra nuk duket që ka një diskutim, sepse vetë janë hyrë, edhe pse me 18 minuta vonesë, por që nuk duket që